Një ëndër që bëhet realitet, me këto fjale ka përkufizuar inaugurimin e xhamisë së Plumbit Muftiu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari. Ky objekt kulti është inauguruar me prezencën e personaliteteve dhe ambasadorit turk në Tiranë. Kjo është anër e kahershme jona, zotni kryetare dhe zoti ambasador. Edhe ne jemi shumë mirënjohës presidentit Turkisë edhe të gjithë atyre që kanë punuar për këtë mirësi të madhe, që tashmë xhamia e Plumbit del nga bataku i përmytjeve, edhe nga bataku i neglizhencës shekullore, edhe merr një pamje të re, edhe hyn në një erë të re, që e man të lidhën me shpirtin shekullor të saj. Është anër e realizuar, elhamdulillah. Për kreun e Bashkisë së Shkodrës Benet Beci, restaurimi i plotë i xhamisë së Plumbit është një moment që na bën krenar të gjithëve, pasi i kthen dinjitetin këtij objekt kulti unik në të gjithë Ballkanin. Keni rikthyer në një vlerë, një diamant të çmuar, do thoja, të këtij qyteti, jo vetëm të historisë, jo vetëm të muslimanizmit, por edhe një vepër arkitekturore për cilën kemi qenë shumë krenar. Rikthimi i kësaj për qytetin është vetëm një dhuratë, por edhe një mundësi e lartë për të vizituar. Kjo është zona historike e cila ne në këtë moment kemi bërë një projekt i cili e përfshin dhe kjo pjesë e projektit do të jetë një vlerë e shtuar e hyrjes Shkodrës, e zonës historike të Shkodrës. Ambasadori turk në Shqipëri Tayyar Kagan Atay, në fjalën e tij jo vetëm që vlerësoi investimin e bërë nga qeveria turke, por edhe restaurimin e plotë të këtij objekti që vjen si bashkëpunim mes dy qeverive, asaj turke dhe e qeverisë shqiptare. Një uroj qoftë për hajër të gjithë Shqipërisë dhe të gjithë banorëve të Shkodrës. Kjo xhami është një simbol, është një vepër e cila do të lidhë popullin shqiptar me popullin turk. Ashtu siç e theksoi edhe kryetari i Bashkisë, kjo xhami do të japë një kontribut të madh si atraksion turistik qytetit të Shkodrës. Gerçekleştirdik. Xhamia e Plumbit është një nga monumentet më të rëndësishme të arkitekturës osmane në Shqipëri, e ndodhur pranë hyrjes së Kalas së Rozafes, në një pikë të veçantë ku përplasen historia dhe natyra. Kjo xhami është simbol i identitetit kulturor të Shkodrës. Ndërtuar në vitin 1773, ajo mori emrin Xhamia e Plumbit për shkak të mbulesës së saj me plumb, një element unik që i ka dhënë rezistencë dhe hijeshi. Struktura është ndërtuar sipas stilit klasik osman me kupolë qendrore, 4 kupola më të vogla dhe një minare elegante, ndërsa ambienti përreth pasqyron qetësi dhe mallështi historike. Pas dëmeve të përsëritura nga përmbytjet dhe koha, ajo u restaurua fal bashkëpunimit të qeverisë turke dhe qeverisë shqiptare dhe sot qëndron më e bukur se kurrë si një dëshmi e gjallë e bashkëjetesës fetare, trashëgimisë kulturore dhe rezistencës së Shkodrës përballë kohës.